Rogerti është një nga banorët më të përfolur dhe duket se po luan më fort brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Ai ka patur disa debate të forta me banorët, megjithatë, ai ka shfaqur dhe një anë tjetër të tij. Ai ka shpërthyer në lot me ngashërim teksa ndodhej vetëm në obor me slogve. Rogerti u shfaq duke i kërkuar falje dikujt teksa i kërkoi Zotit t'i mbronte djalin. Më ruaj djalin, të lutem, kujdes djalin, o Zot ma mbro. Të kërkoj falje për çdo gjë, tha ai. Këtë gjendje e kanë vënë re Mateo dhe Miri, të cilët kanë nxituar për t'u gjendur pranë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.